Përshëndetje, dashur bashkëqytetar. Jemi kthyer sërish në podcastin e Lëvizjes Bashk. Sërish do të jem me deputetin e Lëvizjes Bashk, Redi Muçi, për të komentuar ngjarjet politike të ditëve dhe të kohëve të fundit. Një lajm i mirëpritur besoj nga shumica durmisë qytetarëve ka qenë pezullimi nga detyra e zëvendës kryeministres të korruptuar Belinda Balloku, si rrallëherë, madje kam përshtypjen si asnjëherë në historinë bashkëkohore të Shqipërisë, një ministre në detyrë, një zëvendës kryeministre me vendim gjykate pezullohet nga detyra. Kështu që dua që ta diskutojmë sot Redi bashkë këtë ngjarje, rëndësinë e kësaj ngjarje, raportet korruptive të Ballukut me Ramën, me establishmentin e vjetër politik. Nuk e di si u duk kjo ngjarje. Hajde ta komentoj pak. Domethënë është padyshim që e the vetë një ngjarje e paprecedent në kuptimin e mirë të asaj që vendos një standard të ri, le të themi, sepse në fund ditës edhe gjithë shoqëria shqiptare duhet të bjerë pak a shumë në një konsensus se çfarë standardesh do konsiderojmë të duhura, sepse vetë drejtësia e re duam apo s'duam ka vendosur një standard të ri apo krahasimisht me ajo që ka qenë në të shkuarën dhe rrjedhimisht duket sikur shteti në vetvete si do funksionojë, çfarë do konsiderojmë tashmë një shtet normal. A është normale për shembull që kryetari i bashkisë së kryeqytetit është në burg dhe është ende në detyrë? Shteta normale. A mund të vazhdojë njëta logjikë të funksionojë edhe për shembull për zëvendës kryeministrin, pra të jetë e pezulluar por jo e shkarkuar nga posti i saj, domethënë. Kështu që sa i përket standardit, qartazi Edi Rama po përpiqet që të normalizojë një situatë që është teta normale, që është nuk bën vaki, domethënë që të kesh gjithë ta funksionarë të shtetit të jenë nën akuzë, nën hetim, pra, të jenë marrë masa ndaj tyre nga gjykata dhe të jenë gjithsesi pjesë në një farë mënyre e qeverisë. Kështu që është një ngjarje e shumë pritur dhe e mirë pritur nga shoqëria shqiptare, dhe që shpresojmë që pikërisht pra të vendosi një standard të ri që atë, le të themi, produktin e saj final do duhet kishte detyrimisht dorëheqjen e Edi Ramës nga qeveria. Ke shumë drejt. Gjithsesi unë shquaj se këtu ka dy logjika juridike dhe politike që ndeshen me njëra tjetrën. Në një anë është logjika e Edi Ramës, e Erion Veliajit, po edhe gjykatës kushtetuese, që përpiqet me çdo kusht që zyrtarët e akuzuar për korrupsion, jo vetëm t'i mbajnë liri, po t'i mbajnë edhe në detyrë. Madje unë kam qenë edhe në për debate politike të ditëve të fundit përfaqësues Partisë Socialiste që ngulnin këmbë dhe konsideronin këtë të drejtë themelore të njeriut. Pra që zyrtari i lartë i akuzuar për korrupsion, thoshin ata, duhet vazhdojë të gjykohet, i lirë, mos jetë kurrë në paraburgim, mundësisht të jetë edhe në detyrë. Nga ana tjetër është logjika e SPAK-ut dhe GKK-s, që janë institucione gjyqësore më të pavarura nga Rama se ç'është gjykata kushtetuese. Dhe ky institucion ka marrë vërtet një vendim historik, sepse një zëvendës kryeministër në detyrë, një ministër në detyrë, ata e kanë skualifikuar, pra i kanë thënë Belinda Balloku, ti nuk mund të shkosh në zyrë nesër. Pa ti nuk mund të shkosh në zyrë nesër, ti nuk mund të jesh më ministre e industrisë, nuk mund të jesh më zëvendës kryeministre. Pra kjo shkon përtej vullnetit të kuvendit, përtej vullnetit të presidentit që dekreton ministrin, përtej vullnetit edhe të Edi Ramës si kryeministër dhe si sundimtar politik. Pra kemi një gjykatë që na thotë kjo zyrtare nuk duhet të shkel më në zyrë dhe nuk ka rëndësi fare sa deputet ka Edi Rama, nuk ka rëndësi fare sa pushtet ka Edi Rama, sipas ligjit kjo zyrtare ka që korruptuar, që mund të ndikojë në vendimarrje, ka shpërdoruar detyrën, ka abuzuar me tendera, ka vjedhur e kështu me radhë, kjo do duhet të gjykohet pa pikën e pushtetit politik. Dhe unë mendoj që ky duhet të jetë precedenti i mirë. Ky duhet të jetë standardi pasaj për të gjithë funksionarët. Ti nuk mund të shkosh në zyrë të kesh një akuzë për korrupsion, jo thjesht i dyshuar për korrupsion, pra jo thjesht, po themi, i hetuar për korrupsion, po të kesh një akuzë për korrupsion nga institucione të shtetit shqiptar dhe të vazhdosh punën rehat. Por një mësues, qofse vjedh dhe nisi proces penal ndaj tij, një mësues i thjesht pezullohet nga detyra, se nuk mundet ndërkohë që është dukur përballë me gjyqin të vazhdojë të edukojë nxënësit kur ka një akuzë se i ka vjedhur nxënësit. Po, imagjino që ndodh në rastin e një ministre, një zëvendës kryeministri, një kryeministri, një kryetari i bashkie që duan serbes të mos humbin asnjë nga prerogativat e tyre ligjore apo politike dhe të bëjnë sikur nuk ka ndodhur asgjë. Prandaj vendimi i GKK-s është vërtet
historik në këtë aspekt dhe unë shpresoj shumë që mos bëhet ndonjë allizverish pastaj me gjykatën kushtetuese apo ku diun me çfarë do lloj gjykate tjetër që ta skualifikojnë diçka tjetër sepse është vërtet një arritje e shtetit të drejtës në Shqipëri. Këtë dua të them. Po jo, me drejtë bëhet fjalë për njeriu praktikisht të dytë më të pushtetshëm në Shqipëri, është vetë ministria që ajo drejton, sikur të mos ishte zëvendës kryeministre, po ministria që është e industrisë, e energjetikës, e transportit, e burimeve natyrore, pra gjithçka praktikisht që zë gjithmonë, le të themi 70 deri 90% të buxhetit të shtetit e zë pikërisht kjo ministri. Ky njerëz, ky person ka firmën për të vendosur për shpenzimet madhore që do ketë buxheti i Shqipërisë. Tani si mund të justifikohet fakti që ajo është nën hetim për korrupsion dhe të vazhdojë të ngelet, le të themi, në atë pozitë, pavarësisht se është kërkuar pezullimi i saj pra nga gjykata. Po përsëris edhe një herë është çështje e standardit që do duhet të kërkojë dhe të pretendojë edhe vetë shoqëria shqiptare, si më thënë, sepse nuk bën vaki asnjëherë që të jetë një funksionar shteti në nënhetim dhe të vazhdojë të qëndrojë aty. Pikërisht fakti që Partia Socialiste i mëson shumë asaj retorikës ngritjes së sistemit gjyqësor me pak fjalë. Fakti që funksionarët e saj që janë të akuzuar dhe që janë në nënhetim zgjedhin të mos i hapin rrugë drejtësisë, sepse vetë fakti që duan të vazhdojnë të qëndrojnë në detyrë, qoftë nominalisht, qoftë në paraburgim, do të thotë se nuk i hapin rrugë, nuk i lejojnë drejtësisë që të zhvillojë hetimet, pa u influencuar, pa pas gjithë këtë presionin konstant, qoftë nga kryeministri, qoftë nga gjykata kushtetuese. Pra, qartazi po i vendosin barriera drejtësisë që të funksionojë siç do duhet një shtet normal, por për normalitet jemi duke folur këtu. Dhe fakti që se bëjnë këtë gjë tregon që gjithë retorika e tyre mbi ngritjen e sistemit të ri të drejtësisë është thjesht retorik boshe dhe që në thelb ata duan ta kenë nën kontroll, duan ta kapin, por që duket nga veprimet e fundit që nuk është se është realisht nën kontrollin e gjithë pushtetshëm, le të themi, të Edi Ramës. Do të bëj një pyetje për Ballukun dhe Ramën pak më vonë, po dua edhe të parashtroj diçka, sepse ka bërë shumë përshtypje debati që kanë pas para disa ditës me disa përfaqësues, ka qenë një deputeti po që ka ndruar një 2-3 parti në historinë e vet, edhe që bënte një lloj paralele midis fatit të politikanëve të akuzuar për korrupsion dhe qytetarëve të thjeshtë. Dhe ankoi shumë se si në Shqipëri paraburgimi jepet shusheshit, jepet për të gjithë, edhe meqense jepet edhe për qytetarin e thjeshtë që mund të ketë shkelur ligjin, ai i ndinjoi se i njëjti të është vendim po merrej edhe për zyrtarët e korruptuar. Tani, çfarë nuk shkon në këtë logjik? Ministri, kryeministri, zëvendës kryeministri, kryetari bashkisë që hiqen nga detyra ose merret një mas paraburgimi, nuk është se vendimi është arbitrar. Pra mos harro, kemi një prokuror, ose kemi një grup prokurorë që kanë bërë një hetim të gjatë. Vetë prokurorët duhet marrin vendimin brenda tyre nëse do e çojnë përpara këta akuzë apo jo. E dyta, kemi një gjykatë përmbi ta. Kemi një gjykatë apeli përmbi këtë gjykatë, pra kemi edhe 2 gjykata që japin masën e sigurisë. Pra në këtë sens, çdo kush i garantuar juridikisht, ajo që Rama kërkon për të vetët dhe mund të arrijë vetëm në qoftë se ndryshon ligjit e reformës drejtësi me bashkëpunimin e Sali Berishës, është që t'ju heq gjykatës dhe prokurorisë mundësinë për të hequr nga detyra ose pezulluar nga detyra funksionarët e lartë të shtetit dhe e dyta për të hequr masën e paraburgimit. Pse është i rëndësishëm paraburgimi? E para një herë që sundimtari të mos kërcënojë dëshmitarët dhe mos manipulojë provat. E dyta të mos jetë në pushtet edhe në zyrë. E treta, do të kemi parasysh diçka që gjyqet zgjasin me vite. Ti nuk mund t'i lësh dikujt mundësinë që të qëndrojnë atë zyrë. Belinda Balluku po vazhdoi të qëndrojnë detyrë. Kush e di sa vite do kalojnë derisa të marrë vendimi i parë. Pastaj edhe ca vite të tjera që të merret vendimi i gjykatës apelit, Belinda Balluku mund të ketë marrë fund karrierën e saj politike për arsye krejt ndryshme nga përgjegjësia ligjore dhe ky person do duhet ta marrim ne në kurriz për vite të tëra ndonse se ka akuzë për korrupsion dhe vetëm akuzë unë besoj ajo do shpallet dhe fajtore për korrupsion. Mirpo Rama duke pas frikën këtij procesi që nuk e kontrollon dot, kam përshtypjen që do të bëj ujdi me Berishën, por do flasim për këtë më vonë. Dhe pyetja ime është, ka një risi në këtë rast, në rastin e Ballukut. Zakonisht kur dikush po hetohet nga spaku dhe po i vjen rrotull akuza, ky ministër zakonisht jep dorëheqjen ose detyrohet të japë dorëheqjen. Në mënyrë që Rama dalë si burr i mirë pastaj dhe thotë që tani e mora vesh përpara unë, pra isha unë që e hoqa dhe pastaj u mor spaku me të.
Ky është një rast i veçantë sepse Belinda Balluku është në detyrë, është ministre, është zëvendës kryeministre. Për javësh kemi një akuzë zyrtare për të nga Spaku dhe Edi Rama nuk ka reaguar. Nuk e ka shkarkuar, nuk e ka detyruar Belinda Ballukun të japë dorëheqje dhe pyetja që bëjnë gjithë është pse. Si mendon? Jo, është pikërisht emblematike sjellja e Edi Ramës në këtë rast, sepse nëse do ta shohim çik në krahasim me rastet e tjera, për shembull në rasti i Arben Ahmeta dhe ai në pozitën e zëvendës kryeministrit, i cili praktikisht u hoq qafe në thonjza nga Rama, doli dhe tha që hëngri kumbulla dhe dardh mbrapa shpinës time, pra kjo retorika e kryeministrit i cili nuk është në dieni të gjithë aferave korruptive që ka në dorë ministrat ose zëvendës kryeministri në këtë rast. Ndërkohë që për rastin e Veliajt, kur nëse mban mend kur u arrestua, doli kërcënueshëm dhe mbajti qëndrim, si thua, përballës konfrontues me prokurorët, pavarësisht se gradualisht pastaj shkoi drejt zbutjes dhe drejt harresës, ndërkohë që gjëja e veçantë sa i përket rastit të Ballukut ka qenë kjo heshtja e tij solemne, një farë qasje kështu, si thua, as konfrontuese, po as qartazi që ka lëshuar tashmë. Dhe e vetmi arsye që mund gjejë në këtë është pikërisht frika që Edi Rama ka nga Belinda Balluku, nga ky person që siç e thash pak më parë ka gjitha pushtetet dhe është e përfshirë në të gjitha mega aferat korruptive kryesore, le të themi, që ka ndodhur në Shqipëri, dhe si person në dieni i cili e implikon drejt për së drejti Edi Rama, pra një person që edhe për akuzat të cilat janë ngritur asaj, siç është rasti i tunelit të Llogaras, është fakti që është një projekt kombëtar i përmasave kombëtare, pra i një koncesioni që ka ndruar tenderat, si thua, ka ndruar duar tenderi nga njëri tek tjetri, pa barazin tendera. Kjo është edhe akuza, le të themi, zyrtare ndaj Ballukut, dhe që Edi Rama pikërisht është e vështirë të pretendoj përsëri që u hëngrën kumbulla dhe dardhë mbrapa shpinës tij. Do ishte në radhë par tetë qesharake për vetë Edi Ramën, po të tejet e pabesueshme pastaj. Po për më tepër është edhe pozita në cilën ndodhet Balluku. Unë nuk besoj se Balluku do ta lëshoj, si thua, ose do vendoset në mëshirën e drejtësisë duke i qëndruar besnik Edi Ramës. Kjo është frika detyrimisht e Edi Ramës, dhe kjo është edhe arsyeja e takimit të tyre shumorësh që thuash nuk ka një arsye tjetër, nuk e di si mendon ti, por nuk ka një arsye tjetër pse një takim të zgjas kaq shumë orë përveç se negociatave se çfarë do bëhet me ta, domethënë. Unë ndej që Balluku po e shantazhon Ramën. Se po të ishte takim vetëm për një deklaratë publike, mbaron biseda për gjysmore, domethënë. Gjejmë një justifikim, ti jep dorëheqjen ose unë bëj sikur të shkarkoj, edhe kalojmë këtë lumin imediat. Me sa duket, Balluku ka karta për ta shantazhuar Ramën. Dhe besoj kërkon Ramës mbrojtje të plot. Pra, kërkon nga Rama që të vendosë gjithë pushtetin e vet kundër Spakut, kundër GKK-s, që ta mbrojë Belinda Ballukun. Mirë, po nëse Rama e bën këtë gjë, Rama rrezikon, jo vetëm politikisht, por rrezikon edhe penalisht. Pra, një gjë është që Spaku nuk më ngacmon mua, mendon Rama. Për momentin, një gjë tjetër është ta sul gjithë shtetin kundër Spakut. Pra, po ta sulmoj Spakun, rrezikon. Po të mos e sulmoj Spakun, prapë rrezikon sepse Belinda Balluku me gjasë e shantazhon. Belinda Balluku është ndoshta zëvendës kryeministra më pushtetshme që ka pasur Rama. Ka pas dhe tjerë zëvendës kryeministra, por ajo me sa duket ka jo vetëm një ministri që tjerë nuk kanë pasur, si Ministria e Industrisë, Energjetikës, Infrastrukturës e gjithë ato gjëra të tjera, por kam përshtypjen është edhe një person goxha cinik në mënyrën e administrimit të pushtetit, një person që ka krijuar edhe një bazë brenda Partisë Socialiste. Kështu që ajo e kërcënon Ramën edhe politikisht, para aq sa ka dorë. Pra para aq sa ka dorë për t'i prishur punë. Mos harro që ka edhe një bazë forte elektorale, pra ka qenë drejtuese politike në sa qarqe në Shqipëri, në Tiranë. Dhe u bën dy. Një është Erion Velia, që është tashmë në burg, dhe që mund ta shantazojë dhe ai për arsye politike ose kompromitimit personal. E dyta është Belinda Balluku, dhe bëhen shumë këta dy për tu menaxhuar. Tjetra, Edi Rama mundet që me zëvendës kryeministrin e parë, me Ahmetajn thoshte, po rastisi tani. Hëngri kumbulla mbas shpinës time tani. Kujdoj qëllon të zgjedhë shokun e gabuar. Mirë, kur u bën dyshi nuk është më rasti, është fenomen. Pra kur përsëritet edhe njëjta gjë, kur ndodh për së dyti, atëherë tregon që ky është fenomen. Dhe nuk mund të thuash ti, më tradhtoi dy herë dy burra apo dy gra që kisha rresht, më tradhtuan thotë ka i problem me ty, se herën e parë
problemi është me partnerin ose me partneret. Herë e dytë, herë e tretë, problemi është dhe me ty, nuk është vetëm me partnerin dhe partneren, se nuk ka mundësi që gjithë fshinjtë e botës të kanë ardhur ty për të bërë partner politik ose partner personal. Pra në këtë sens, në momentin që kemi zëvendës kryeministrin e dytë të akuzuar për korrupsion, ky tashmë është fenomen dhe këtu Rama nuk ka justifikim. Imagjino dali sot dhe thot prap kumblla, rrush, moll, hëngër mbas kurrizit tim. Çfarë jeti or zotëri? Jo, unë se di tani se kush do jetë partneri i radhës si Edi Rama, kush do mbaj në shpinë atë postin e zëvendës kryeministri kur dy parashtë e tij, si do të thënë, kanë përfunduar njëri në narrativ dhe tjetra në paraburgim, ose shpresojmë xhanën, por që për momentin është. Nuk e di se kë figurë do zgjedhë ai që ta vendosë aty me çfarë peshe politike pra, për të zëvendësuar një figurë si Belinda Balluku. Pra, ka përshtypje që zëvendës kryeministri është dhe ky lloj sekseri që në fakt kuptimi bën para në emër të Ramës edhe në emër të Partisë Socialiste, po jo vetëm vjedh vete për vete, po vjedh edhe për partinë, vjedh edhe për Ramën. Me sa duket Balluku ka pas të funksion dhe prandaj di shumë dhe prandaj ka rëndësi. Edi Rama i lau shumë kollaj duart me Arben Ahmetaj. Sa që Ahmetaj iku arratis. I lau shumë kollaj duart me Ilir Beqe. Ose me këta deputetët apo ministrat të mjedisja që kanë qenë ca që kanë përfunduar në burg. Po praktikisht ai ka qenë aq i pushtetshëm sa i ka thënë atyre disa muaj para se të vinte akuzat e SPA, i ka thënë tani jep dorëheqjen vet, se mos ta psosh dhe më keq. Ata janë bindur se kanë qenë figura minore, ose nuk kanë pas si ta shantazhojnë Ramën. Balluku është e para që ka mundësi ta shantazhojë. Ndoshta edhe Velia mund ta ketë bërë. Por Velia institucionalisht ka qenë më larg. Ndryshe marrëdhënia kryeministës zëvendës kryeministës, ndryshe marrëdhënia kryeministës kryetar bashkie. Institucionalisht po dhe vetë akuzat e ngritura ndaj Veliat kishin bërë në term me korrupsionin e tij me gruan, po. Ai ishte figura kryesore e korrupsionit, si thua. Por nuk ishin afera që ti thua do shkonte Edi Rama me firma apo. Ishin gjëra relativisht vogla, po të hetojnë ndoshta incineratori i Tiranës aty do dilte. Rama, Velia, po për momentin nuk ka akuzë ndaj Veliait për incineratorën e Tiranës. Pra, Belinda Balluku ka pushtet sepse ka gjëra në dorë, ka pushtet sepse ka mundësinë ta demaskoj Ramën dhe gjasa ata janë duke negociuar, mirë po prap më duket se ai nuk ka rrugdalje. Tani sigurisht ai ka pushtet, ka 83 deputet, mund ta mbaj pushtetin me zor për një farë kohe, por nuk ka, domethënë kur politikanët i humb narrativa, kur politikanët i humb mundësia për të thënë diçka, mundësia për të bindur qoftë edhe disa vet. Momenti që politikani çdo gjë që thotë gjithë edhe mbështetësit e vet thonë që po gënjen tani. Ktu e ka humbur jo vetëm narrativën, po ka humbur edhe kapacitetin politik për të bindur njerëzit dhe pastaj për ta ushtruar pushtetin. Po mua jo më kot si thua kam vënë re që sidomos në muajt e fundit ai mua më duket sikur bën më tepër lobim nëpër Europë se sa qeverisë vendit, pra. Më duket sikur dialogun, diskursin me elektoratin shqiptar e ka ndërprer për të ndërmarrë kështu akte heroike nëpër samite europiane, për të dhënë mend, për të bërë batuta kështu nëpër këto samite që ftojnë në Bruksele, lart e poshtë, më the thash. Dhe duket sikur qëllimisht po i largohet përgjegjësisë për të drejtuar vendin në mënyrë, pra. Sigurisht që në kuvend ai nuk vjen kurrë, erdhi vetëm seancën e parë hapse dhe situatën e fundit që për buxhetin që thjesht bëri atë deklaratën e tij dhe më pas u largua nga kuvendi me pak fjalë. Sigurisht me këtë arrogancë tipike pa dëgjuar askënd, po e kam fjalën që pavarësisht se ai po përpiqet ta shes si një arrogancë të fitimtarit që ka 83 mandate që do ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian me radhë, ati realisht po i humbet retorika e brendshme, pra nuk di se çfarë justifikimi të jap tashmë për të gjithë bashkëpunëtorët e tij që kanë përfunduar në mbrapa hekurave, le të themi, dhe që praktikisht ja bëjnë pamundur narrativën për të justifikuar pozitën në cilën ndodhet dhe mosdhënien e dorëheqjes tashmë, pra nuk ka më këtë gjë për të zëvendësuar më burr. Si ka ngel me ministra, edhe me gjithë respektin formal, ka një sër ministrash aty që vinë në kuvend që janë njerëz anonime, janë njerëz thjesht të marrë nga OJF ose drejtor aty, drejtor këtu, në rolin e ministrës, sepse gjithë figurat qendrore janë në nënhetim. U kam vënë një fenomen interesant në rrjetet sociale, ka njerëz thjesht që dalin fotografi dhe thotë kandidoj për zëvendës kryeministë. Pikërisht për të shkuar brenda asaj që po thua ti. Pra, shteti ka degraduar aq shumë,
hajdutët që kanë pas pushtetin deri më sot ç'nuk kanë bërë, saqë praktikisht Rama nuk mbet më personel politik, që është serioz mjaftueshëm, që ka kapacitet mjaftueshme të paktën politike, lere morale se ata asnjë prej tyre nuk ka moral, po të këtë kapacitetin politik dhe administrativ për të ushtruar këtë detyrë. Jo, tip ka diçka që më duk interesante. Mënyrën se si Rama nuk flet më me qytetarët e vendit, por flet tërthorazi me shqiptarët duke u folur evropianëve. Pra i shkon në një takim ndërkombëtar, flet me evropianët, me amerikanët e kështu me radhë, dhe duke folur me ta mendon se po e dëgjojnë edhe në Shqipëri. Pra, aq shumë e shpërfill publikun shqiptar sa i thotë unë nuk kam, ashtu siç bën me partitë opozitare në parlament që unë flas sot dhe pastaj më dëgjoni, s'më intereson fare, e sigurt që unë nuk ju dëgjoj. Pra ka arrogancën që është ndoshta i pari kryeministër në historinë e pluralizmit shqiptar që nuk dëgjon kundërshtarët e vet politik. Nuk e ka bërë askush. Por nuk e ka bërë as Aleksandar Meksi, as Sali Berisha, as Fatos Nano, as Pandeli Majko, as Ilir Meta. Nuk e di kë kemi pas tjetër tani kryeministër, se këta po mbajnë tani. Asnjëri nuk e ka bërë që të refuzoj në mënyrë sistematike të dëgjoj kundërshtarët dhe të ndërveproj me ta. Mo ti më hedh një akuzë, unë të përgjigjem, të hedh një kundër akuzë. Jo, flet atë gjysorshin e vet edhe miru pafshim, shkon luan, ç'të them, PlayStation në kryeministri. Por sepse unë e shoher pasere të disa opinionistë që thonë Rama është i pushtetshëm se po ja varin tuaj. Pra, Rama është i pushtetshëm sepse del gjithmonë një kryeministër, një zyrtar i BE-s që e lavdëron edhe komplimenton Shqipërinë, që do të thotë për ta ky është tregues që Shqipëria është në rrugën e dur dhe që Rama është i gjithë pushtetshëm. Tani, unë kam aq kujtesë që nga adoleshenca ime hershme, madje fëmijëria ime, të mbaj mend vitet 90. Dhe deri në vitin 1996, Sali Berisha ka qenë kudo që vinë në dilte publikisht, ka qenë përplot i rrethuar me amerikan, me evropian, madje organizata si FMN-ja së kohë konsideronin Shqipërinë si the rising star e quani, pra ylli në ngritje i Evropës lindore dhe qendrore. Po kupton? Dhe kjo Shqipëri që deri në 96 në sytë e tyre po bënte mrekullin me reformat e terapinë e shokut e këto shkatrimin e bazës industriale për të privatizuar gjithçka shpejt dhe për të futur logjikën e tregut, kjo Shqipëri pak muaj më vonë u shkatrua e tëra. U rënua ekonomikisht nga firat piramidale, pastaj u rënua edhe politikisht, u shkatrua shteti për shkak të gjithë asaj tollovie të madhe. Kështu që e njëjta gjë vlen edhe për Ramën. Pra suksesi i tij ndërkombëtar, legitimiteti i tij ndërkombëtar nuk do përkthehet me dojmos në mbështetje të brendshme apo në legitimitet të brendshëm. Padyshim, dhe unë e shoh mbështetjen ndërkombëtarëve në qasje, si thua, tejet pragmatiste dhe interesash që ata kanë ndaj Shqipërisë, po dhe sa i përket vet Edi Ramës, më duket që gjithë kjo përpjekjet i ky lobim, pra është për t'u treguar atyre në farë mënyrë vasalitetin që kanë ndaj tyre. Pra që unë thot këtu mund të bëni çfarë të doni ju, qoftë në raport me Melonin, pra që edhe ngritjen e kampit të refugjatëve me radhë. Qoftë në raport edhe me Macronin, në gjithçka që ai flet dhe ndërvepron me ta, ka një nënshtrim total në atë kursin e tyre, si thua. Dallimi më shumë ndaj bëj me Albin Kurti, për shembull, nga ndërkombëtarët Albin Kurti është gjithmonë ky njeriu i cili është problematik se nuk respekton, nuk i bindet, praktikisht nuk i bindet urdhrave ose interesave të çastit, si thua, për një qasje që sipas tij të paktën është mbi marrëdhënien ndërkombëtare, është në të mirë të vendit të tij. Pastaj mund të gjykojmë këtu ka drejt as ka drejt, është çështje tjetër, po të paktën në parimin e tij ai qëndron kësaj. Dhe është në konflikt me ndërkombëtarët. Dhe ai e merr këtë si kosto politike edhe për të qenë në konflikt me ndërkombëtarët. Ndërkohë që shembulli i Edi Ramës është ai i cili i shkon pas avazit kujdo dhe gjithçka që kërkojnë, vetëm për të marrë pas legitimiteti. Që në një perspektivë, le të themi, të afatgjatë, mund të thoshim që nëse do integrohet Shqipëria në BE, atëherë ka dhe këtu një, si thua, një justifikim. Megjithatë, në atë që është duke ndodhur brenda vendit dhe perspektivave pastaj që nuk varen dhe aq shumë nga Edi Rama se sa nga lëvizjet gjeopolitike dhe interesat e momentit, atëherë nuk mund ta konsiderojmë si një qasje të denjë të përfaqësuesit të Shqipërisë, le të themi. Edi Rama është yes man në raport me ndërkombëtar. Pra njeriu që thot gjithmonë po.
Njeriu që nuk kundërshton asnjë kërkesë sado e padrejtë dhe e pandershme të jetë kjo ndaj shtetit shqiptar ndaj popullit shqiptar. Mund të jetë no man, pra njeriu jo në raport me popullin shqiptar, ti mund të kërkosh minimumin jetik, mund të kërkosh drejtat në punë, mund të kërkosh të rritjen e pensioneve, mund të kërkosh luftën ndaj korrupsionit, do të thotë jo gjithmonë, ama i njëjti njeri që i thotë jo popullit vet për drejtat bazike dhe të mohuara, u thot po, të gjithë thuajve që i kërkojnë diçka dhe jo detyrimisht i kërkojnë diçka në të mirë të Shqipërisë. Pra, si mund ta shpjegojmë ne marrëdhënien e tij të mirë me Melonin? Nuk është dashuri me shikim të parë, nuk është çështje romantike, ndonse Rama bën si kavalier kështu. Por janë thjesht interesat imediat të Italisë. Italia do të përplas refugjatët, migrantët e botës që të mos arrin brigjet e Italisë, do t'i përplasë Shqipëri. Dhe këtë proces e ka penguar gjykatat italiane, nuk e ka penguar shteti shqiptar që nuk ka ndodhur akoma. Dhe ky është personi që thotë t'japun gjithçka. T'jap sovranitetin e vendit tim. Porti i Shëngjinit edhe kampi i Gjatrit nuk janë pjesë e teritorit Republikës Shqipërisë. Paktën për disa vjet, nuk do jenë pjesë, nuk do vlen ligjet shqiptare aty. E njëjta gjë me Macronin. Britanikëve, Rama ka nënshkruar në vitet e kaluara marrëveshje të riadhetësimit të shpejtuar të shqiptarëve. Pra shqiptarët që shkojnë emigrant në Angli merren përveshje nga shteti anglez dhe kthehen me shpejtësi shumë të madhe se tjerët në vendin e tyre, për shkak se Edi Rama pa tek fare ka shkuar, ka firmosur ato marrëveshje. Mirë po, një njeri i tillë, ndërkombëtarët mund t'ia kenë nevojën, por nuk kanë respektin. Dhe kjo shpjegohet edhe me atë mufkun që tha ministrja e brendshme mos gaboj angleze, këto ditë të fundit që patë një lloj replike me Ramën, që i mori shqiptarët si shembull kështu që do i përzëm shpejt. Dhe Rama u ndinjua, gjasë mbronte dinjitetin shqiptar, kur praktikisht ai që po i thoshte britanikëve, po u thoshte, unë kam bërë gjithçka që ju kërkoni tani, pse më merrni fytyrën. Pra unë dhe shteti shqiptar thoshte atë përgjigje, çdo kërkesë tuaj për riadhesimin e shpejt shqiptarëve, pra që ti shkon në Britani, do të ndërtosh jetën aty, ke 1001 halle, do të shpëtosh nga njerë dhe gjakmarrjes Shqipëria dhe problemeve vërtet vështira. Britania thotë ti je vendi i sigurt, pavarësisht ti mund të mos jesh i sigurt si vend për atë njeri, dhe të kthen shumë shpejt. Kemi raste ku emigrantët shqiptar, madje ka pasur raste ku kanë vrarë veten nëpër këto kampe, nga stresi, nga mënyra se si trajtohen aty brenda. Dhe shteti shqiptar nuk ka ngritur një zërin. Ojt interesohet, këta njerëz që mbajnë kamp aty, a janë, siç pretendon ministrja britanike për turpin e Partisë Laboriste, a janë parazit që po han bukën e shtetit anglez qyl, apo janë njerëz që kanë shkuar në Britani për të punuar, për të kontribuar jo vetëm për veten e tyre, por edhe për ekonominë e atij vendi dhe po mahen në kushte të pa denja për njeriu. Po kush e ngre zërin? Pra ky njeri që është kaq i pandjeshëm për popullin e vet, është kaq yesmen, do ta quajmë kështu, përballë ndërkombëtarëve. Rama më duket që është tipiku i populistit i cili ruan këtë retorikën e flamurit e mëtetash, por kur vjen puna, nëse do shohim konkretisht se çfarë masa ose çfarë përpjekjesh ka bërë për gjithë diasporën e Shqipërisë, pra pak gjë mund të dalë në pa, domethënë. Dhe aq më tepër nëse përballë ka edhe një populist tjetër, siç mund të jetë shumë Nigel Farage në Angli, domethënë. Të dy populistët, njëri i thotë që na mbytën shqiptarët që vinë gjithandej, dhe tjetri i cili thotë që bën si baba i kombit, po nga ana tjetër në shkruar marrëveshjet për të riadhesuar, ose në raport me emigrantët në Greqi, për shembull, shkon aty gjatë fushatës elektorale, tund flamujt, andej kënej krijon këtë incidentin kot me një fjalë me Fredi Beleri, me kështu gjërash, dhe kur vjen puna pastaj për të njohur pensionet, për të njohur të drejtat e emigrantëve në punë, për të ndërmarrë masa për të integrimin e tyre më të thjeshtë, si thua, në shoqëritë në cilat ata jetojnë, pak gjë ose asgjë s'ka ndodhur, me pa fjalë. Vërtet. Spaku deri më sot po e akuzon Belina Balluku për dy çështje. Çështja kryesore është ajo e tunelit Llogarasi, ne kemi trajtuar edhe më herët, se si është një vjedhje dy fishte para ndërtimit ku tunelit e dyta kostot e fryra tunelit. Çështja e dytë është loti i katërt i Unazës së Madhe të Tiranës. Unë besoj që nëse hetimi për Belina Ballukun bëhet i gjithanshëm, do futen aty gjitha koncesionet e rrugëve. Më kujtohet kjo Thuman Kashar që është autostrada më e shtrenjtë nga më të shtrenjtat në Evropë dhe që përfituesi këtij koncesioni është oligarku Bashkim Ulaj. Pra ka shumë gjurmë të Ballukut. Dhe sigurisht Spaku po heton deri në një far pike, po unë vërtet po pres ditën kur drejt për drejt në hetime dhe në akuza do të përfshihen edhe oligarkët. Doli para ca javësh në media një lajm sipas cilit ky oligarku Dulaku mos gaboj ishte në hetim për çështjen e portit Limionit, mos gaboj, portit Limionit, po. Mirë, po ende nuk kemi një akuzë
për oligarkët. Dhe ndoshta ky është hapi i radhës që shoqëria pret nga Spaku. Që Spaku të bëj detyrën e vet dhe pse jo të arrin fund fare tek Edi Rama, se Edi Rama patjetër duhet të ketë gjurmë aty. Jo, padyshim që po, sepse nuk është thjesht çështje e fajit, le të themi nga pikpamja penale, që sigurisht që edhe kjo është mjaft e rëndësishme, po edhe nga kostoja që duhet të përballojë vetë shoqëria, si thua. Me një llogaritje të thjeshtë, kur na erdhi dhe projekt buxheti, si thua, në komision për diskutime, dallova që nëse një qytetar do të niset nga Miloti për të shkuar në Palas, vetëm tarifa rrugore në për këto trarët rrugor që ja vendosur, pa futur këtu tunelin e Kuksit, më the tashme. Fjalë nga Miloti në Palas duhet të paguaj le të themi 12.3 euro në një drejtim, pra pagashim 25 euro vajtardhje. Vetëm tarifa që nuk bëhet fjalë për 200 e ca kilometra, praktikisht pra për 3 orë rrugë, që në çdo shtet të Evropës që të vesh, pra edhe në Gjermani që kanë ato autobanin dhe që të ecën me 300 orë. Gjermania ka falas më duket, po këto tjerët që kanë me pak lek. Ta mora si shembull i autostradës më të mirë të mundshme, me pak fjalë, nuk po në Greqi më paguaj nga 1 euro a 2 euro për 100 kilometra, se bashkë kemi qenë për aktivitet politik në pikërisht me fjalë. Dhe migrantët. Është totalisht e pa justifikueshme kostoja që paguhet në këto trarë. Për shembull, vetë tuneli i Llogaras ka tarifën 5 euro, ndërkohë që është 6 kilometra. Për 6 kilometra tunel është 5 euro, është pothuajse 1 euro për kilometër, që është jashtë çdo logjike me një fjalë. Kostoja që duhet të përballojnë shqiptarët, si thua. Kështu që detyrimisht për të bërë drejtësi, le të themi, do duhen hetuar dhe vetë koncesionet që janë dhënë oligarkëve. Përmendej për shembull rrugën Thuman Kashar, nuk e di nëse të ka rënë rasti të kalosh aty. Mua i shkova me Emiliano, u detyruam shkuam i ram nga autostrada dhe jepja vetë makinës dhe tabela thot me 130 km/h, po sikur të ecësh me 130, në për këto fugat kur janë këto urat, jo të thyen amortizatorët, pra nga pikpamja teknike e ndërtimit është jashtë çdo standardi, nuk mund të ecësh me 130 të shkatrohet makina me pak fjalë. Megjithatë, gjithsesi, edhe aty traush 2 euro mos gabohet diçka e tillë, 2.5 euro. 2.5 mos gabohet. Kështu që duhet për të folur për drejtësi, do duhet që hetimi të shkojë thellë, të bëj përgjegjës jo vetëm politikanët si thua, por edhe oligarkët që kanë përfituar nga gjitha këto projekte koncesione PPP-ra dhe të anulohen në mënyrë që mos e vuajmë ne për 100 vjeçarin e ardhshëm një dëm që është bërë për shkak të një korrupsioni për cilin ndoshta do vuajnë Burg dhe Belinda Balluku, shpresojmë edhe Edi Rama, por në fund ditës si do t'i kthehet pas kjo shoqëri, si themi. Pyetja e madhe që bëhet është që pse Spaku nuk po heton Edi Rama. Sigurisht një përgjigje është politike, nuk ka guxim. Edi Rama ka shumë pushtet, përplasme Edi Rama është e rrezikshme sepse fundja ai të prish reformën në drejtësi. Pa praktikisht ato ligje që i mundsojnë Spaku dhe GKK-s të funksionojnë, ai mund të ndryshojë, gjen aleat Sali Berisha do të shpëtoj Burgut po ashtu, edhe bën këtë gjë. E dyta nga vështrimet ka të bëjë me faktin që është më e vështirë të gjesh gjurmë të Ramës, sepse Rama është usta i vjedhjes. Mos harro diçka, para se Rama të bëjë kryeminist, ka qenë 11 vite kryetari i Bashkisë Tiranës dhe çdo kush i merrte vesh ka politika në Tiranë thoshte që ka qenë i haraç 20% që Rama ka pas akuza që Rama këtë 20% që ne merrte për leje ndërtimi. Pra, është usta i fshehjes gjurmëve. Unë besoj që ka njerëz ndërmjetës, 1 a 2 a më shumë, dhe nuk shkon drejt për drejt. Pra sigur, dikush të sekuestrojë celularin e Ramës, me shumë gjas mund të gjej më kollaj batuta me Toni Blerin, apo, ku di unë, fjalë me Giorgia Meloni, se sa komunikim drejt për drejt komprometues. Sepse ai e kaq përvojë sa mos lër gjurmë drejt për drejt. Çka do të thotë se hetimi duhet bazohet shumë tek bindja e bashkëfajtorëve me Ramën për të kthyer në dëshmitar, për të kthyer në bashkëpunëtor të drejtësisë. Pra edhe sikur Ballukut ja marrin celularin, siç gjetën gjurmët e Ballukut tek celulari i drejtorit, unë besoj që është më vështirë të gjesh gjurmët e Ramës te celulari i Ballukut. Dhe kjo mund ndodh, unë shpresoj të jetë e vërteta kështu sepse do të ndihmoj shumë më tepër drejtësinë. Mirë po, dyshoj nga ana tjetër që Rama është aq i sofistikuar sa të mos lër kaq kollaj gjurmë. Nuk është si Belinda Balluku, që vjen një moment futet aty brenda dhe thot vjedh çat vjedh, apo ku di unë, Ilir Beqaj apo Erion Veliaj, e ka këtë lloj po themi përvoje në përkeq në administrim sa ti fsheh gjurmët e veta. Tjetra që më bën përshtypje është fakti që Edi Rama deri më sot na ka bindur ne se ai nuk di asgjë për ata që i vjedhin rreth rrotull. Dhe nëse thot të gjë dhe për Belinda Ballukun, nëse thot të gjë dhe për Belinda Ballukun, unë do arrin përfundimin që më mirë të ishte hajdut.
Sepse të mos marrësh vesh që po të vjedhin nga të gjitha anët, do thotë je leshko. Dhe në krye të shtetit, një leshko është edhe më i rrezikshëm se një hajdut. Sepse një hajdut të merr haracin, e ka 20, e ka 30%, i merr e i fut në xhep. Ama 70% i tjetër vazhdon, shkon për punë normale. Një leshko, një njeri pa mend, një, ku diun, person që s'ka kapaciteti minimal intelektual për të qeverisur vendin e për të kuptuar bashkëpunëtorët e vet, është i rrezikshëm se ky të hedh ngremin. Ky të hedh ngremin. Do të po të bëj një paralelizëm që e di që është i tepruar, është i egzageruar, po dua ta përdor që të jap çik më shumë forcë argumentit. Do ishte ai me Adolf Hitlerin. Adolf Hitleri nuk shquhet për korrupsion, pra nuk është se shkon dikush i jepte lek aty dhe ai i jepte favore. Ama ishte edhe më i rrezikshëm për Gjermaninë, kështu i çmendur siç ishte, me këtë psikopatinë e vet që donte me çdo mos lavdit përjetshme, do ndërtonte Reichun mira vjeçar, do pushtonte gjithë botën e njohur, do ta kthente Evropën qendrore dhe lindore në një fush të kolonizimit të Evropës nga Gjermania, që është një shprehje e famshme e Hitlerit që thotë unë dua të bëj me Evropën lindore atë që britanikët kanë bërë me Indin. Pra tjetë India jon, Evropa lindore. Por Adolf Hitleri ka qenë dhe më i rrezikshëm për Evropën, për botën, për njerëzit e thjesht, patjetër për hebrejnë, për minorantët, për kundërshtarët politik, po ka qenë rrezik edhe për vetë gjermanët, se në fund fare Gjermania u shkatrua nga lufta. Në fund fare ata dështuan dhe dështuan edhe në saj të kësaj praktikë psikopatist atij që u theq. Kështu që unë jam i sigurt që Rama nuk është leshko, është i korruptuar. Por them ruajna Zot, sikur të jetë vërtet leshko, sepse është fundi botës, është na qeverisi njëri që nuk di të lidh pushtet vet ai bie. Po, është ajo që thoshin pak më parë që i bie totalisht narrativa, pra nuk mundet më të shfaqsohet me duke bërë të paditurin, domethënë, sepse ose je totalisht i paaft për ta bërë këtë punë dhe rrjedhimisht je i paditur, ose je i përfshirë dhe i korruptuar në gjitha këto afera korruptimi. Ajo është një retorikë që nuk pi më ujë. Dhe sado ai të vazhdojë me këto fushatat për antarësimin në BE, si thua, tregon në një farë mënyrë se sa i shkëputur është nga realiteti social, duke u marrë me këto gjëra, se sa përgjegjësitë me të cilat ai duhet të përballet, to është përgjegjësitë politike në radhë parë, për le ta quajmë për momentin paaftësinë e tij për shkak se nuk ka një akuzë zyrtare ndaj tij, si thua, nga Spaku. Ai duhet të përballet, duhet të mbajë përgjegjësinë në përgjegjësi politike me fjalë. Detyrimisht duhet të jap dorëheqjen një orë më parë, pra të hap rrugën për si thua zhvillime të reja politike në vend, domethënë nuk mundet si njëri që përveç se këta janë bashkëpunëtor për një kohë shumë të gjatë të tij, më thënë, gjithë ata të cilët janë në akuzë që thua që nuk i njihja për atë që kanë bërë për gjithë këto vite, nuk thjesht nuk qëndron më me fjalë dhe do duaj që të hapte rrugën për zgjedhje parakoshme, mendoj. Urojmë që presioni publik të taj që madh sa Edi Rama të detyrohet të jap dorëheqjen dhe të kemi zgjedhjet parakoshme, Shqipëria do të kishte një rigjenerim të madh politik përmes zgjedhjeve parakoshme në këto kushte. Gjithsesi, një personazh tjetër që na ka dalë çika vëmendja, po që është pjesë e këtij mozaiku të shëmtuar politikës shqiptare, Sali Berisha. Lexova një titull të gazetës së Partisë Demokratike, Rilindja Demokratike. Fakt, emrin e ka të bukur, edhe fillesat e veta si gazeta e parë opozitare ka të bukura, po tani është komplet shëmtia e kundërt e asaj që mund të ketë qenë idenë e themeluesve të saj. Dhe ideja e kryetitullit të RD-s ishte Edi Rama po përdor Spakun për të heqë qafe Belinda Ballukun. Pra, Belinda Balluku sipas këtyre karafilëve të PD-s që ka disidente, që ka opozitare e Ramës, po do ta përmbysë Ramën me Demek, madje kush e di, është gati të bëjë aleancë me Sali Berishën për të çiruar Shqipërinë nga Edi Rama, dhe Edi Rama ka kapur në kohë si Stalini, po e godet përmes Spakut. Ai shtroi pyetja, çfarë halli kanë këta? Çfarë halli kanë këta që njeriu i dytë me pushtetin në Shqipëri po shkon drejt burgut, Edi Rama është në ditën e vet më të keqe dhe këta birbo ende e kanë mendjen si të sulmojnë Spakun, ta quaj skapi i krimit e këto budallëqet që Sali Berisha kanë marrë gjuhës. Shiko, fati i keq i Sali Berishës është që u ndodh në opozit kur filloi të funksiononte pak a shumë reforma në drejtësime, pak fjalë. Dhe rrjedhimisht edhe ai i ndjeu tek vetja, le të themi, pasojat e saj. Po sikur të kishte qenë Edi Rama në opozit, praktikisht mendoj në ditën opozit do ishte si Sali Berisha, dhe duke përpjekur tani që ta delegitimoj nga njëra anë atë që
kërkesën e llogarisë le të themi që ose akuzat që i kanë ngritur Spaku vet Berishës, po nga ana tjetër nuk di si të justifikoj gjithë goditjet që po i bën bashkëpunëtorëve më të ngushtë e Edi Ramës, është në këtë dilemën ose në këtë kundërthënien le të themi logjike mes të etiketuarit të Skapit nga njëra anë dhe të marrjes në hetim të Belinda Ballukut. Dhe është situatë tejet qesharake për të cilën unë mendoj se së shpejti të dy këta personazhe të politikës shqiptare do përpiqen të vinë një ujdisi, me thënë. Do të përpiqen ta fshehin sikur po e bëjnë në të mirë të kombit, në të mirë të demokracisë, nuk e di se çfarë, por që do duan secili prej tyre pra të shpëtojë nga rreziku që kanoset. Sali Berisha ka vetëm një interes dhe një prioritet politik, të shpëtoj lëkurën e vet nga drejtësia dhe të shpëtoj interesat ekonomike të familjes vet. Për të bërë këtë gjë është gati të thotë gjithçka, është gati të bëjë gjithçka. Pra, pavarësisht se Spaku i është shturur bashkëpunëtorëve më të ngushtë Ramës, ai sot ka për borxh ta sulmojë prap Spaku, sepse do të shpëtoj veten e vet. Nëse Spaku po bën gjën e durë me Ballukun, atëherë i bie që po bën gjën e durë me Berishën. Pra ne i themi Spakut bëj një gjë që ke bërë me Ballukun, me Veliajin, me Berishën, bëj dhe me Ramën. Ndërkohë që Berishës nuk i intereson kjo gjë, se në fund fare Burg e ka vendin dhe ai. Sikur Spaku nesër të marrë Edi Ramën në hetim, të ngrej akuzë ndaj Edi Ramës, Sali Berisha do dalë dhe do thotë Spakun e kontrollon Sorosi, bashkë me Edi Ramën ne dy do përmbysim Spakun dhe Sorosin. Më kupton apo jo? Sepse është vet brenda, është vet i friksuar nga drejtësia, ka bërë allizhverishe kur ka qenë kryeministër. Dhe jo vetëm allizhverishe të natyrës korruptive, siç po hetohet nga Spaku, po edhe allizhverishe të natyrës politike. Është thirrur para ca ditësh për të dhënë llogari për 21 janarit. Janë varë 4 veta përpara selisë kryeministrisë, kur Sali Berisha ishte kryeministër. Një hetim i plot mund ta vendosë Sali Berishën përpara një përgjegjësie të disafisht, edhe për vrasje njerëzish. Dhe ky njeri që ka këtë interes për të shpëtuar drejtësisë, ky njeri nuk mundet kurrë të duar trokas ose të thotë mirja bën bashkëpunëtorëve të Ramës ose mirja bën edhe Ramës nesër. Prandaj këta të dy kanë nis muajin e mjaltit. Kanë nis muajin e mjaltit. Berisha bën foltore, zë vendin aty. U zë mundësin partive tjera për të bërë protestë. Shkon çdo të hënë aty, zë vendin para kryeministrisë. Më kupton? Nuk do të bjerë Rama. Nuk do. E kanë ndarë mendin që jam i dyti, e kanë ndarë mendin që do ketë më pak para, po do ketë para që të vazhdojnë të vinë nga ndërtuesit dhe nga oligarkët, ka ato mediat e veta në minorancë krahasuar me Ramën dhe do thjesht të pleqëroj pa hyrë gjemp në këmbë. Mbaj ato konferencat e veta të shtypit të përditshme me 2-3 gazetar, edhe ku ishim. Shiko, edhe po ta mendosh, domethënë rrugtimin e kohëve të fundit Sali Berishës, se nga ka ardhur, si thua, nga pozita kur ishte shpallur non grata nga Amerika, ku vet kryetari i Partisë Demokratike e detyroi në farë mënyrë që të jepte dorëheqje nga partia. Kjo nisja e foltoreve, mungesa e vulës, pra një luftë e gjatë në fakt që bëri për të ardhur e për të kapur përsëri në dorën e tij Partinë Demokratike. Fakti që kaloi një vit të tërë i mbyllur në shtëpi apo jo. Gjitha këto, me fjalë, në pozitën që ndodhet Berisha tashmë, ai unë jam i bindur që është i vetëdijshëm, që është në pozitën më të mirë të mundshme që ai ka përcjell ndonjëherë. Aktualisht, si thua, kryetari i PD-s, ata deputetët që kanë në kuvend, pjesën e më të madhe të tyre është garda e vjetër që janë besnikët e tij të përhershëm. Dhe rrjedhimisht ai është edhe komod në këtë si pozitë, pra në pozitën e opozitarit të përhershëm, le të themi, që do vej aty, do denoncoj gjoja censurën e ç'a duhesh ti, aferat korruptive, narkoshtetin, gjitha këto me radhë, por ama është totalisht i vetëdijshëm që ai kurrë nuk ka për të ardhur ndonjëherë në krye të vendit, edhe sikur nesër të futen të burg Edi Rama nuk fiton Sali Berisha kryetar, me fjalë kryeministri i Shqipërisë kurrë në kurrës, me fjalë aq më tepër që mbi të pastaj do vazhdojnë të rëndojnë, besoj unë, ose shpresoj edhe akuzat të tjera të Spakut, dhe prandaj mua më duket sikur pikërisht me këtë çështjen e marrëveshjes ose nxitimin e madh që kanë për të bërë ndryshime kushtetuese, për të cilat ata dy duket se po bien në ujdi, ata para përgatisin ndryshime, siç e përmendët i pak më parë, që do ta vështirësojnë, le të themin, punën e gjykatës speciale dhe të Spakut. Tani, Sali Berisha e provoi lëkurën e vet në zgjedhjet e pjesëme lokale. Nuk të harrojmë, PD-ja ka marrë pjesë në ato zgjedhje, ka ndjekur strategjinë
Agron Shehajt me kandidat gjasmit pavarur, kanë hyrë si opozitë e bashkuar në të gjashta bashkitë dhe janë zgërlaqur. Pra, përveç se nuk kanë rriti bindin qytetarët votojnë, pjesëmarrja ka qenë 18%, PD-ja ka humbur, si thua, 70% kundërshtari, 30% PD-ja, ose 80% kundërshtari, 20% PD-ja, ose në rastin më të mirë 60% kundërshtari e 30% PD-ja. Pra, Sali Berisha sa herë provon gjithnjë më keq del. Dhe kjo është arsyeja pse Sali Berisha sot nuk kërkon zgjedhje të reja. Ne kemi qenë parë që kemi kërkuar zgjedhje të reja dhe ne kërkojmë zgjedhje të reja me çdo kusht. Me çdo kusht, more. Partitë e tjera kanë filluar të na imitojnë ne, po përveç zgjedhjeve të reja kërkojnë edhe 5-6 gjëra të tjera. Pra thonë zgjedhje të reja, kod i ri zgjedhor, ku diun, qeveri teknike, po tani vërtet ju mendoni që ose ata që e thon këtë gjë, Edi Rama do i lëshojë të gjitha, pa do t'japi edhe zgjedhjet e reja, do t'japi edhe kodin zgjedhor si do t'japi edhe qeverinë teknike. Jo, Edi Rama po të dha, po lëshoi ndonjë gjë, maksimumi ka për të lëshuar njërin. Ama e vetmja parti që sot është e gatshme të hyn zgjedhje në çdo lloj kushti dhe kërkon zgjedhje të reja, me çdo kusht është Lëvizja Bashkë. Ne duam që në Shqipëri të ketë zgjedhje. Sigurisht, në rastin më të mirë me një Edi Rama të dorëhequr, në rastin më të mirë, sigurisht edhe me një kod më të mirë zgjedhor, por një parti opozitare duhet kërkoj zgjedhje me çdo kusht. Duhet edhe gatshme të hyjë zgjedhje dhe të fitojë me çdo kusht. Jo këta që vendosin 700.000 kushte nën kushte dhe pastaj zgërlaqen edhe më keq. Është si puna e historisë së Lulzim Bashës 2017-ën. Mori gjysmën e qeverisë, bëri dhe marrëveshje elektorale dhe humbi më thellë se ç'kishte humbur më herët. Pra, dështakët kërkojnë justifikime. Shqipëria duhet të ketë me do e mos zgjedhje të parakoshme. Pra nëse Edi Rama thot, do bëjmë zgjedhje në mars, çfarë do bëjnë këta? Do thonë nuk hym zgjedhje? Nuk hym zgjedhje, po nuk dhe dorëheqjen ti? Patjetër do ishte mirë që Rama të jepte dorëheqjen. Por kjo nuk do të thotë që një parti të mos hyn zgjedhje. Qofse PS-ja i thret zgjedhje parakoshme. Prandaj ne këmbgulin që zgjedhje duhet të ketë me çdo kusht. Me çdo kusht. Sigurisht, në rast se plotësohen dhe kushtet e tjera aq më mirë, po ne duhet mësohemi që Edi Rama mund ta mposhtim edhe duke qenë pushtet. Edhe duke mbajtur çelësat e kryeministisë. Duhet kemi besim tek populli, që populli do ngrihet një moment. Do ngrihet, do fitoj besimin, edhe do ja përplasë atij patronazhistin në fytyrë lekët apo kërcënipit. Do i thotë, tutje mër maskara se boll kam dëgjuar, boll kam duruar. Populli shqiptar ka kapacitetin për ta bërë këtë gjë, ka potencialin për ta bërë këtë gjë. Ne shohim kur kalojnë nëpër qytetet e Shqipërisë, në Tiranë, në Kamës, kudo ku kemi qenë këto kohë, se sa shumë njerëz e kërkojnë ndryshimin. Dhe se si nga ana tjetër, përveç nesh në Lëvizjen e Bashkë, gjithë ata që merren me politikë e kanë mendjen tek kalkulimet afatshkurtra, tek ndrysho këtë, mjep atë, t'jap atë, bëjmë një koalicion kështu, pastaj riformatojmë koalicionet, vetëm për mbijetesë afatshkurtër politike. Jo, ne jemi të gatshëm të hyjmë zgjedhje me çdo rast. Edhe në kushtet kur ata do bëjnë maskarallokun më të madh, sepse çfarë kanë vënë reun kohët e fundit? Kam ndjekur postimin e një përfaqësuesi minor të PD-s në rrjetet sociale, i cili hidhte një propozim, thoshte duhet të ketë një sistem magjoritar elektoral. Tani sistemi magjoritar do të thotë që Shqipëria të ndahet në 140 zona të vogla elektorale dhe partitë të vendosin një kandidat për deputet në këto 140 zona. Aty ku ka sistem magjoritar, rregulli është që sistemi prodhon një sistem politik dy partijak. Po. Pra, sepse i pari që fiton në një qark, në një zonë të vogël, jo në një qark, zgjedhet deputet. I dyti, i treti, sado përqind votave të kenë marrë, nuk zgjedhet deputet. Ti mund të kesh 20% të votave në rang kombëtar dhe të kesh 0 deputet në parlament në një sistem magjoritar. Për shembull, siç e ka Britania e Madhe, me liberal-demokratët që kanë një përqindje të respektueshme të votave në proporcional, por kanë shumë pak të zgjedhur në parlament. Dhe ajo që unë dyshoj është që Rama e Berisha do shkojë drejt sistemit magjoritar. Dhe sistemi magjoritar do prodhonte në Shqipëri një sistem, jo vetëm dy partijak, por një sistem ku nga 140 deputet, PS-ja do kishte 110, PD-ja do kishte 30. Dhe shtrohet pyetja, pse intereson Sali Berishës ky lloj parlamenti? Sepse do të mbaj vendin e dytë. Sepse thotë më mirë me 30, më mirë bishti i kavallit, sesa të ndalin partitë tjera e të më shfronsojnë nga opozita. Sali Berisha, Edi Ramës kanë atje intereson Dordoleci Berisha aty, edhe janë rregull ata. Do bëjnë senat. Jo, sigurisht, propozimi tjetër ishte që të zvogëlohet numri i deputetëve, si më thën, Edi Rama që doli në asamblenë e Partisë Socialiste në shtator mos gaboj dhe deklaroi që do ta shkurtojmë numrin e deputetëve dhe Sali Berisha që shkoi pas avazit dhe tha që po, s'është ide e keqe, tha madje tha pse të mos krijojmë edhe një senat, të kemi edhe senator me fjalë, këta pleqtë e moçëm që do si në Itali pra këta senatorët e përjetshëm që do respektohen dhe do nderohen edhe në këtë rolin e senatorit të përjetshëm, si thua. Që në thelb është, siç e the ti me është një manovër që
tua vështirësoj partive si Lëvizja Bashk përfaqësimin në kuvend, pikërisht sepse të dy ndjejnë, ose sidomos Berisha ndjen gryerjen nga poshtë të bazës vetë elektorale, po që unë shpresoj dhe jam i bindur që e njëjta gjë do ndodhë së shpejti dhe me Edi Ramën, sikur të kishim mundësi të hynim në zgjedhjet e Tiranës, për shembull Bashkinë e Tiranës, kjo gjë do ishte evidente për të gjithë dhe rrjedhimisht prandaj Edi Rama unë mendoj se ka tërhequr fijet për ta anuluar këtë sigar bashkiake dhe që me këtë marrëveshje e tyre të heshtur duan praktikisht pra të bëjnë ndryshimet kushtetuese që ta bëjnë ta vështirësojnë për partitë si Lëvizja Bashk përfaqësimin në kuvend dhe e dyta un kam përshtypjen që do fshehin në ndryshimet kushtetuese edhe si thua pikërisht rolin që do ketë GKK-ja për shembull në pezullimin e funksionarëve të shtetit ose në kontrollin me radhë konfiskimin e pasaportave ndoshta. Edhe sa po komentoj patronazhistë këto kohë, po thonë që ky është gru shteti. Nga GKK-ja, pra është të heqësh nga detyra një njerëz që nuk e ke zgjedhur ti, pa që e ka zgjedhur parlamenti. Po kupton, pra po fillojnë tani në emër të konstitucionalizmit të thonë ky është gru shteti, pra gjykata, si mund të bëj gjykata gru shteti? Gru shteti bëjnë ata që kanë çizme, kanë ushtar, kanë tank, edhe të vrasin rrugë. Sali Berisha la nam 2011 dhe thoshte gazetarët janë mbledhur për të bërë gru shteti. Por këta akoma dhe më të çmendur është të thonë gjykatësit tani po bëkan gru shteti. Jo, është e vërtet dhe praktikisht drejt kësaj ujdia po shkohet, por që unë besoj fuqimisht se jo vetëm Lëvizja Bashk në zgjedhjet 2029-s ose kushdo qofshin ato shpresojmë të jenë parakoshme, po meqense ka ngelur themi, do përfaqësohet më mirë dhe më fort në kuvendin e ardhshëm të Shqipërisë, sido që ta bëjnë këta marrëveshjen mes tyre, edhe sepse eksperjenca e vendeve të tjera ka treguar që në momentin kur le themi për këto sistemet kryesisht dypartjake të qendrës, pra kur kanë humbur legitimitetin e tyre, kanë shkuar drejt një koalicioni të dy kundërshtarët historik, si thua, kanë bërë koalicion për të mbajtur pushtetin edhe për një kohë të shkurtër ama, deri në momentin kur janë rënuar të dy bashkë dhe kanë hyrë në lojë le themi forca 3. Unë mendoj se ky është skenari drejt cilit do shkohet dhe nuk besoj se do ta kenë të gjatë dy parti që thelbësisht përfaqësojnë të njëjtin model. Kush e ka sofistikuar pak më shumë kush është akoma me këtë kafshërinë e dikushme, por që thelbësisht është i njëjti model. Ajo që më bërë përshtypje për treguar se si gjërat po ndryshojnë shumë shpejt në Shqipëri. Sondazhi i para disa javësh i News24 për zgjedhjet e Tiranës, kur pyeshin qytetarët për kodo votonin nga kandidatët e pritshëm. Nena jepte 12.5%, PS-ja kishte në sondazh një rënje prej diku 10% krahasuar me zgjedhjet e mëhershme lokale 2023-shit. Pra PS-ja ishte 10% më pak, ne ishim 8% më shumë. Krahasuar me 2023-shin. Por kjo tregon gjërat po ndryshojnë. Tendencën po. Gjërat po ndryshojnë. Njerëzit edhe mbështetësit e PS-s, ata që janë detyruar ta votojnë në fundit Ramën, për një mijë arsye, për presionit, për premtimeve të ngushta, prej ku di unë, ides që ky do fitoj, hajde të shkojmë me fitimtarin, janë po lëkundur, janë të lëkundur dhe po ndrojnë qëndrim. Kam mesazhe shumë nga qytetarë që më thonë, kemi besim te Lëvizja Bashk, duam të kemi një alternativë të re si kjo, dhe janë qytetarë që vinë nga të gjitha partitë, pa qytetarë që mund të kenë votuar deri vonë, deri ku di unë, 6 muaj më parë mund të kenë votuar një parti tjetër, tani kanë nevojë për ndryshim. Dhe ne do jemi gati, do jemi bashkë me ta në çdo rast për të kërkuar zgjedhje të reja, e dyta për të organizuar me gjitha shtresat shoqërore në mënyrë që në Shqipëri të bëhemi vend normal, bëhemi vend me demokraci normale, me llogaridhënie, me përgjegjësi përpara qytetarëve dhe me ide, do të bëjmë fundi drejt të hajt, bëjmë një debat një herë për zhvillimin e vendit. Është bërë parlamenti u ta qaj hallin ty aty. Është bërë parlamenti, domethënë, ti thua të flas për ide apo ti them hajdutit hajdut, edhe hajvanit hajvan. Pra si ta shpenzoj kohën, ato 5 minutë shqiptim, duke u vënë etiketën e duhur hajdutëve dhe hajvanëve, apo duke dhënë pikpamjet tona për zhvillimin e vendit. Tani, e bukur do të ishte që në atë parlament mos kishte as hajdut as hajvan, kishte parti me pikpamje krejt ndryshme për mënyrën si zhvillohet vendi, majta e djatha të qendrës, në mënyrë që debati të bëhet përmbajtësor, me kë ta bësh përmbajtësor aty. Me kë e bën ti, ma thuaj tani mua këtu, me kë e bën përmbajtësor ti debatin? Me Niko Peleshin, me Zejgjinen, me kë, me Gjingjonin, me kë e bën përmbajtësor debatin aty, mësuaj ta. Është kthyer totalisht në shkëmbim batutash me një fjalë dhe është
Megjithatë në atë që the pak më parë, un pak muaj jam që kam nisur punën si deputet i kuvendit dhe për të vërtetës edhe unë ndjej shumë le të them përkrahjen e njerëzve në rrugë, që njerëz që të ndalojnë të flasin, të thonë që vazhdoni përpara ose që shkruajnë pafundësisht mesazhe dhe e shprehin atë mbështetjen e tyre, njerëz që si kam takuar kurse thua dhe që vetëm ai llafi i mirë ja vlen e bën punën tënde kuptim plot dhe të shtyn përpara dhe thua shikoj se këtu në fund ditës janë shpresat e shumë njerëzve që ecin përpara, le të themi, dhe besoj qartazi që jemi në rrugën e dur, sepse askush nuk na akuzon dot për asgjë, domethënë. Për asgjë që për të cilën duhet mbajmë përgjegjësi ose. Do gjë, po ku diu, gjurmë e flokëve, s'do i pëlqej dikujt. Shiko, e fundit fare. Se ndoqa fjalimin tënd ku vëm për buxhetin, fjalim shumë i mirë. I bëra pyetjen vetë, sa nga ata që i kanë qenë salla janë kuptuar çka ke thënë. Do thënë, e kanë vërtet, sa nga ata, e kanë kuptuar. Se shpash sa PD-s që thoshin, ku diun, mirë, thoshin me mimik mirë. Këta të PS-s që ku diun shihin me inat. Unë kam përshtypjen që vetëm nga toni i zërit, shumë prej tyre vetëm nga toni i zërit thon, ky e ka me ne apo e ka kundër nesh. Pra është një vi me ne kundër qeverisë apo ndryshe, sepse vërtet me atë nivel përfaqësimi ti nuk arrin, ti je duke folur për pensionet, duke folur për zhvillimin ekonomik, je duke folur për drejtësinë, je duke folur për informalitetin punë, për raport midis sektorëve të ndryshëm të ekonomisë, aty ke përballë njerëz që nuk kuptojnë apo nuk niveli kuptueshmërisë do të jetë shumë i ulët. Shiko, për faktin e thjeshtë se këtu vendimarrjen e ka përqendruar në duart e veta pikërisht Edi Rama dhe pak njerëz rrotull ti, pra qoftë Belinda Balluku ose qoftë dikush tjetër aty, ka bërë që edhe përfaqësimi qoftë me ministrat që ulen, po qoftë edhe pastaj edhe me shumicën e deputetëve mos jetë përfaqësimi dikurshëm, le të themi, e mban mend, le të themi, vitet 90, vitet 2000 ku jo vetëm kuvendi dhe seancat plenare ndiqeshin me kërshëri nga gjithë publiku, si më thën, po kishte edhe çfarë të dëgjoj, kishte njerëz të cilët edhe përplaseshin, kishin dhe këndvështrime të ndryshme, pavarësisht se mund ishin në të njëjtën parti, po kishte debat, kishte prodhohej, pra një lloj diskutimi që ja vlente të ndiqej. Përfshi edhe batuta, përfshi edhe humorin politik, që sigurisht që ndron. Megjithatë, sa më shumë pushteti përqendrohet ose në dorën e Edi Ramës nga njëra krah, ose në dorën e Sali Belishës nga krahu tjetër, atëherë detyrimisht edhe nevoja për të pasur një debat ose edhe niveli i përfaqësimit detyrimisht që do bjerë. Unë tani jam në një çik pozicion, i kam kolegë të vinë në kuvend dhe s'dua të ashtu po të. Unë që si kam kolegë mund të flas për lirshëm. Gjithsesi, unë them e lëm me kaq për sot. Folur për korrupsionin, folur pak për parlamentin, do lëm javën tjetër me që do diskutohet buxheti. Në rast se nuk ka risi, siç do donim ne, do rregjë qeverisë kështu më radh, të bëjmë një diskutim podcast posaçëm vetëm për buxhetin. Po, diskutojmë për buxhetin. Edhe bëjmë atë që nuk bëhet në parlament në 99% raste. Mirë, e lëm me kaq, faleminderit gjithëve që na dëgjuat.